Parashikimi i javës për shenjën e Birgjireshës, që siç e thash, është i përgjithshëm dhe jo të gjithë, domethënë, mund ta gjeni veten këtu. Atëherë ju me sa duket keni kaluar probleme dhe shëndetësore, po më tepër shëndetësore, domethënë kjo është një letër që ka të bëjë me cilësinë e jetesës, të jetës në përgjithësi. Që çfarë përfshihet këtu? Këtu e para njëherë është shëndeti, domethënë mbi të gjitha. Kur themi cilësia e jetës, do flasim për shëndetin. Pra, çfarë ka të bëjë me çështje shëndetësore, çfarë ka të bëjë me financat, çfarë ka të bëjë me sigurinë tuaj në jetën tuaj për sa i përket të ardhmes tuaj. Pra, me sa duket keni kaluar disa vështirësi dhe tani po merrni veten. E njëjta gjë vlen për marrëdhënie familjare. Pra, me sa duket edhe një afërm i juaj mund të jetë duke përjetuar probleme për sa i përket shëndetit, por që sido që do të jetë drejt rikuperimit. Pra, nëse ju duhet të angazhoheni apo të ndihmoni një person të familjes tuaj apo të rrethit tuaj të ngushtë që ka nevojë për ndihmën tuaj dhe që po vuan një problem ekonomik financiar ose një problem shëndetësor, atëherë dihet se ka nevojë për ndihmën tuaj, por që gjithashtu kuptohet pra se është edhe drejt rikuperimit. Sido që të jetë tregon se jeta juaj avash po ndryshon. Ju thash që çdo gjë është drejt rikuperimit dhe drejt përmirësimit. Keni kaluar problematika të ndryshme nga më të ndryshme, ta si bëhet fjalë se cili ditë ja bëri emrin vet problemit që ka. Unë ditë ju them se rëndësi ka që nisur nga kjo javë, e le të themi në vazhdim, gjërat kanë për të përmirësuar, po të paktën kjo javë ato çka ofron është përmirësimin e kushteve apo të problematikave me të cilat ju apo persona të dashur tuaj po përballen, por që duhet të qëndroni afër. E kupton, domethënë, kjo është java e jo e zgjidhjes, por e rikuperimit, okay? Ku marrim veten, ku përmirësohemi, ku ndihemi prap gjallë, ku ka shpresë për sa i përket të ardhmes dhe ku i premtojmë vetes tonë se asgjë keqe nuk do ndodhi më dhe se jeta është shumë e vyer dhe duhet jetuar në çdo moment dhe në çdo, çfarë të thuash, do shijuar në çdo pikë të saj. Domethënë, kaq e thjeshtë. Kaq e thjeshtë ndryshon koncepti juaj për jetën dhe më në fund e kuptoni se sa e vyer është ajo. Qoftë edhe përmes problemeve të tjerëve, po çon si ka jeni në këtë fazë brenda kësaj jave. Për një çështje ekonomike që ndoshta kishte ngecur për një kohë të gjatë, edhe kjo merr zgjidhje. E njëjta gjë për një marrëdhënie që mund të ketë, domethënë, duket që është e gjatë në kohë, mund të ketë pas problemet e veta, por që nuk më duket se shuhet. Ka mundësinë të ecë mirë. Pra ato probleme që keni pas nuk ju demoralizojnë ose nuk ju prishin punë, përkundrazi ju aforcojnë marrëdhëniet dhe ju japin mundësinë për të vendosur, si ta thuash, për të këmbgulur më tepër në arritje dhe qëllimet tuaja, okay, në lidhje me këtë person pra. Kështu që siç u thash, jeni drejt rikuperimit, pra me sa duket nëse keni pas probleme shëndetësore, duket shumë qartë dhe këto burojnë nga kohë të mëparshme. Nuk është domethënë se janë të kësaj jave, por që rikuperimi është i kësaj jave. Domethënë për çfarë do lloj gjëje që ju desh. Shiko, shumë prej jush mund të keni arritur deri në një ndërhyrje kirurgjikale, për shumë përsa i përket shëndetit, ose shumë prej juve ju është dashur që të ishni qafe zakone, pse u thashë ndryshon koncepti dhe vizioni juaj për jetën. E keni kuptuar shumë se çfarë është e dëmshme për ju dhe prandaj po them që jeni drejt rikuperimit. Pra, gjithçka që keni nxjerr nga jeta juaj, sepse thjesht nuk ju shërbente më ose keni parë si një rrezik përsa i përket të ardhmes tuaj dhe mirëqenies tuaj, ju çon drejt rikuperimit dhe drejt shërimit dhe drejt arritjeve dhe drejt përmirësimit në vija të përgjithshme.